أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahun Zotit Gjësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për me gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira, paqja dhe merhameti I Zotit qoftë mbi të gjithë. Allahu na lutem na pranoj këtë ditë e re. Namazet, në çfarë do vepra të mira të keni bërë këtë ditë, Zoti të pranoj inshallah. Edhe për gjinofet Allahu I afshirë të gjithë. E në fshirë krejve, se është e pamundur pa shpëtu prej gjinofeve, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo biri Ademi do të gabojë. Por gabimtari më I mirë është ai I cili pendohet. I kthehet Zotit edhe kërkon falje. Dhe koha më e mirë për të kërkuar falje Zotit që i shëndohu është koha e iftarit. Para se me hap iftarin, me I kërku falje Zotit që o Allah më falë, o Allah më shëron. 10 herë, 20 herë, deri 70 herë. Dhe Zoti ka të më shëron. Allahu xhël xhelaluhu sjell një hadith apo një fjalë nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe I thotë, o robi, me marrë me gjinafe plot, sa shkoma e detit, nëse më kërko falje dhe I falë. A e dini pësa është ky sekret? Njerëzit që jenë jashtë nuk e di. Ato thonë si është e mundur. Bile pak para se me hap iftarin, në gjeshë një grup gazetarësh, I tha, a ju falen gjinahat juve në Ramazan? Po I falen, në vëllë, pëse s'pas ka nevojë për Zotë. Pra unë e gjëra I vetë, a gjëra I vetë, falen vetë, në falen vetë këto. Shpun kam me Zotë, s'ka nevojë për Zotë. Pra, mentaliteti I atyre që s'kan lidhje këtu, është ka një kohë, ka që do, sa që edhe I fëmi I vogël në gjimë, do të thonë është ma I zgju, ma I mirë, se sa për 7 vjetë. Se s'di e si zonë. Ne përdorim e shprejhe të sopë, një ishim e të sërë shtorë. As I gjatë që. Ju keni vore, alhamdulillah, si venin gjami. Edhe mësoni këtu. Mësoni. Po bitë gjithë mësoni edukatën, sjellje. Sepse ati ku shkoni, nuk ka edukatë. Nuk ka. Sepse ati ju ju thonë që njerëzi ka ardhur prej majmuni. Më në qenë shkollat shqipe, ka ardhur nga majmuni. Majmuni shtazë, në zonë si shtazë. Pa lidhje. Nëse nuk është ashtu. Është krejt ndryshme. Edhe thot me marrë robin, thot me gjinofe sa dush. Po pse o sekreti që ti falë Zotit? Se në momentin që ti thot, o Zot më falë, ti njerë Zot. Ky mendim që fiksohet të në trunë, ka nënësi të mamën. Të rego që je besimtar në Allahu xhël xhelaluhu. Edhe nëse pra e shtrin dorën në ti, mendojnë që Allahu ka autoritetin, ka pushtetin, është mëshirues, është falë si manë. Edhe o Allah më falë, edhe a I ti falë. Edhe kur dalesh për para Zotit xhël xhelaluhu, edhe atë ditë ka për ti falë. Sa janë gjinofet e robit të më sa male. Sa male. Allahu xhël xhelaluhu të lidhëroj mëshirë, I njeriu,
sa male, që ti mundin ato gjinofet e këti. Vallahi, ja për shembull namazin i taravis. Ai i cili thotë fal namazin e taravis. E fillon me imamin dhe mbyll me imamin deri në namazin e vitrit, i falen 60 vite gjinofet e vogla. 60 vjet. Gjinofet e vogla. Se gjinofet që ju ke hyn hak njerëzve të tjerë, ky është problem tjetër. Me këtë duhet më kompensu para se të vej vdekje. Pra, Allahu Gjelle Gjelalu u thot, hesni me çfarë do lloj gjinofni për para madhërisë time. Vetëm mos hesni me 2 lloj gjinofësh. Me tjerat hesni. Mos më hesni duke thonë, ose duke mohu Zotin. Ose duke i shoqëruar Zotit zota tjerë. Pra, si të thëmë ju? Ju e besoni Zotin, po? Po edhe ata që janë ndi që adhurojnë lopën, le lopën Zotësh. Në qofë se te thuë që edhe ato besojnë Zot, gabimi nëmë. Ky që vërë shirë, është i qarë. Pra te beson për vete, por e përzi. Dhe po e përzive ke humë gjithë imanin, gjithë besimin të. Edhe ty do thotë, mas më hesni, thotë Allah, me havun e hujë. Allahu ka drejtësi. Havun e hujë, Allahu që në nuk e falë. Havun e hujë, pa u bon razi, pa të dhonë leje, pa të bon Allah, a i që ke në hak, edhe kush futët ke havu, çdo 16 vjeç, 15 vjeç e sigër, mos mendo që ja hodhen, mos mendo që ja drodhen, se për Zotin ka llogari. Llogari si shpëton ai që s'ka lind hiç. Ai që s'ka ardhur hiç në dynja. Ama ai që arret, apo 15 vjeç, ka llogari përpara Zotit që është në. Për çdo vepër që ke punu, ti janë llogari tjetër. Por me i kërku falë Zotit, Allahu do të mëshirojë. Për shembull namazin taravive. Ka ardhur njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha, o i dërguar i Zotit, unë do ta pranoj këtë Islam, do më u bë musliman. Do më besu për i halë të madh. Çfarë ke i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Unë kam punu shumë gjinafe, thot. Shumë. Kërë djeta, plot. Qërë të bëhet me gjinahat e mije nëse unë bëhem besimtar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, nëse te futesh në Islam, Allahu do t'i fshi. Mënyra se si do ja fshi këtij personi që futet për herë të parë, është mënyra e njoftur vetëm për të madhe Zot. Ai e di. Thot Allahu thot do t'i fshi. Nëse ti thot futesh në Islam, edhe fillon namazin, nga namazin sabahut, deri namazin e drekës, Allahu t'i fshi. Ato gjinafet e vogla, se ka sa dush. Pra çdo njeri nuk del pa 100 ditë gjinafet vogla. Nëse do t'i marrësh ato, çka ke punuar gjatë jetës, e të na i bish t'i shohim ne, çka janë ato veprat e tua, ne të tregojmë, kjo haram, kjo halal, kjo haram, kjo halal. Ti tregojmë gjithë. Fa gjithashtu thot, edhe nga namazi drejt, deri tek namazi i qindis, e deri në fund, te në ditën thot me gjinave fshime. Po një kohë si ishte thot nga gjumaja në gjuma. Mrena një gjumaja, Allah i fshi gjinave të vogla. Nga Ramazani në Ramazan. E ka gjinu vjetë, e gjina dhe së vjetë. Te gjitha të gjinave të vogla, Allah i fshi. Apo për shembull namazit taravis. Krahas kësaj që ka thash, që ka 60 vjetë falje, gjinafësh, ta fillosh me imamin, ta mbyllësh me imamin, deri tek namazi i vitrit, por hadithi tjetër thot, konsiderohet ky njeri që është ka fal namazin e taravis, bashkë me imamin, e mbyll, sikur të jetë fal gjithë natën. Pa dini çdo të thotë falësh gjithë natën, për hir të Zotit Xhelel Xhelaluhu, nuk merret më me peshorët tona shpërbimi, se vabi.
është tek peshore e Zotit xhel xhelalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të jetë një njeri në hijen e arshit të Zotit, burr. Pa edhe kjo. I cili do të jetë në hijen e arshit të Zotit dhe shkaku për arsye se ky ka nejt natën duke adhuruar Zotin, duke e përmend Zotin, duke bën dhikr, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillah. Të gjitha këto që quhen dhikr, përmendje Zotit xhel xhelalu. Dhe për këtë thotë i kanë shkuar dhe lot në vetmi. Nuk ka pas kështu hipokrizi në në fakt. Jo. Vetëm për hir të Allahut, Allah do të mbajë në hijen e arshit të tij. Për hijen e arshit Zotit ne folëm pak më radh, do flasim se kemi dhe janë 3 kadre të tjera pra. Që do jetë se si kemi qenë deri 7 veta, do flasim më shumë në të tjera, por edhe ky person që vetë gjithë natën quhet. Edhe ky e realizon me anë të namazit të tarawih. Sikur ka ne gjithë natën duke adhuruar Zotin, por e fillon me vëmendje. Kështu që me seriozitet, me durim të kimove Zot xhel xhelalu, jepni rëndësi minutave që i keni harxhuar, se i keni lënë shtëpi të familjes, jepni rëndësi. Marrin dhe ato që janë mosha të reja, marrin afër, që ato të përfitojnë, të edukohen me xhamin, sepse atje ku shkojnë në për shkollën e për këto, Zotin e ruajt inshallah, Zoti drejtohet edhe atje ku janë. Zoti ju bekohet.